Mishe Thua me Nedin dhe Joridën. Mirë se erdhe përsëri në podcastin Mishe Thua. Unë jam Nedi, kjo është Jorida, edhe jemi së bashku në ditën e 4 të javës së martesës. Jam shumë i lumtur. Po? Si e ti, Jorida, si mendon për javën e martesës 2026? Në fakt jam shumë e lumtur, sepse po shikoj që po bëhet qik vrull, bëhet qik jo rumuj, por njerëzit janë duke folur për Një martesën. rumuj e bukur. Po, shpresoj që është rumuj e bukur, edhe vrulli e bukur. Por më pëlqen që edhe për mua personalisht kam kohë të ulem të mendoj si është martesa ime, si është marrëdhënia me Nedin, si jemi duke jetuar, si po praktikojmë ato vitaminat që kemi marrë, ose jemi duke mësuar, sepse e vërteta është që kur ne jemi duke folur për këto gjë, edhe unë e regjistroj që edhe unë kam disa gjëra të mangët, që edhe unë kam nevojë të ndryshoj, sepse unë dua me vërtet që martesa jonë të lullësoj. Që jo vetëm të bjetojmë, kemi 32 vite të martuar, edhe do shta mund të themi bashkëjetojmë, jemi roommates, çfarë themi në shqip, domen, por unë dua qik më shumë si aq. Edhe do të doja shumë që nuk do të ishte vetëm për këto javë, për të vazhdoj gjithë vitin java e martesës, vitin e martesës. Po, edhe dje folëm për këtë lidhje, atë të lidhse të martesës, ajo që na bashkon neve, që ishte besimin, është si ajo atak, që bën që asnjë gjë nuk mund të na ndaj. Dhe sa më shumë besim të kemi tek njëri tjetrin, aq më fort do të jetë lidhja jonë. Por sot do të ndërtojmë mbi këtë themel, mbi themelin e besimit, do flasim për diçka aq e rëndësishme në martesë, edhe kjo quhet vitamina e respektit. Wow, Respekti, po. Edhe respekti, them, është si themeli i shtëpisë. Mund të ndërtojmë shumë gjëra mbi respektin. Por themeli nuk duket zakonisht. Po, zakonisht është diçka që nuk shohim, por respekti është diçka mbi të cilin mund të ndërtojmë dashurinë, mund të ndërtojmë besimin, mund të ndërtojmë edhe komunikimi që rrjedh mbi atë. Po, në fakt këto ditë kam menduar, çfarë janë ato vitaminat që janë shumë të rëndësishme. Tani unë si norvegjese në Norvegji kemi shumë merak që të marrim mjaft vitaminën D. Por çfarë është burimi në vitaminës D? Unë e di. Është dielli. Dielli. Pra, shumë bukur. Por çfarë është drita e diellit për ty, Nedi, atëherë? Unë, si gjysmë vlonjat, e dua shumë diellin. Kështu, kaq. Jo. Drita e diellit, sinqerisht edhe seriozisht, mendoj që respekti për mua është kur dikush tregon besim tek unë. Beson në mua. Në potencialin tim. Do që nuk e shikoj mirë vetë, por kur dikush thot që unë kam besim tek ti, unë shoh potencialin tënd, kjo më animon shumë. Ose kur dikush mendon për nevojat e mia ose pëlqimet e mia. Jo vetëm për nevojat e tij ose e saj. Kjo më tregon shumë respekt. Edhe një gjë tjetër që është shumë e fuqishme për mua është kur dikush shpreh vlerësimin. Ose kur unë Sidomos kur ti shpreh vlerësimin për diçka që kam bërë, ose për diçka që ti shikon brenda meje. Kjo është respekt për mua. Edhe në lidhje me këtë, respekti nuk ka të bëjë vetëm me atë që bëj, ose me atë që ti mund të bësh. Por unë besoj që çdo person meriton respekt, sepse çdo person është krijuar me një vlerë të jashtëzakonshme. Po, sepse jemi krijuar në imazhin e Perëndis, apo jo? E vërtet. Edhe e besoj këtë për veten time, ose dua të besoj këtë për veten time, por edhe dua të tjerët të ndjejnë këtë gjë për shkak se unë e vlerësoj ata edhe respektoj ata. Po, kjo është shumë e fuqishme në fakt. Se çdo person meriton respekt. Po.
Në fakt, për mua do njerë sfida është që unë mund të kem shumë respekt për ato njerëzit që janë qik larget. Kurse ko vi puna për ata që kam në familje, do shta nuk jam aq e mirë duke të reguar respekt. Edhe do shta me shumë me ty, sepse do shta me ty mund të jem me kritike, do shta nuk jam aq e mirë duke të falenderuar, duke të lavderuar, që kam menduar që në qofse vërtetë është që unë duhet të trajtoj ata të shtëpis, do shta me një respekt edhe me të madh, ashtu si kam respekt për shoqin time me gusht, ashtu duhet të kem edhe respekt për ty, duhet të flas në një mënyrë të respektueshme për ty. Po, jemi të ndryshme në të dy, apo jo? Shumë. Po? Shumë. Edhe duket, sidomos kur jemi duke përgatitur për një podcast, ose për një seminar me çiftet, shikojmë sa ndryshe jemi nga njëri tjetri. Edhe kjo është sfiduese për mua, sepse ku kemi mendime shumë ndryshe, kur reagojmë ndryshe, do shta nuk e tregoj shumë respekt në ato aspekt, sepse është e vështirë, sepse patjetër unë mendoj që mënyra ime është më e mirë, sepse se cili ka neve bëjmë ashtu, apo jo, nuk jam vetëm unë mendoj unë, por nuk me vjen të natyrshme gjithmonë të tregoj respekt kundra teje, edhe kjo me vjen me vërtet keq, edhe dua të përmirësoj këto gjë, që ti të dihesh e respektuar, sepse unë e di që kur ti dihesh e respektuar, ti do të vlerësosh mua më shumë, edhe të dy fitojmë. Edhe unë mendoj që atje është një sekret që ne si qift mund të punojmë edhe më shumë, që unë të tregoj më shumë respekt, edhe për mendimet e tua, edhe për sjelljet e tua. Edhe kjo është më vërtet se kur ne shprehim vlerësim njëri tjetrin, kur ne respektojmë njëri tjetrin, krijojmë një cikël pozitiv. Është ndoshta më e natyrshme që ne fillojmë me kritikat, por kur fillojmë me vlerësimet dhe respekt, atëherë krijon diçka shumë pozitive në martesën tonë. Por realiteti është që respekti është një nga vitaminat më të neglizhuara. Që nuk e marrim aq shpesh ato vitamine? Do shta harojmë ose nuk e vlerësojmë aq shumë, por në martes sidomos respekti mund të jetë shumë e neglizhuar, edhe në shumë marrëdhënie gjithashtu, por pse? Sepse fillojmë të marrim njëri tjetrin si të mirëqen. Edhe mendojmë që mënyrë se si Jurida vepron tani nuk meriton respektin tim, ndoshta. Edhe harojmë që brenda çdo person ka një thesar, sepse jemi krijuar në imazhin e Perëndis. Edhe ndoshta edhe ky thesar është mbuluar pak, edhe nëse ndriçojmë dritën e respektit mbi atë, fillojmë të shikojmë thesarin që të shkëlqej, edhe zbulojmë gjëra të bukura. Edhe për ne burrat, mendoj që ne kemi një nevojë shumë të madhe për respekt. Jo vetëm që unë mund të kërkoj respekt, të them, duhet të më respektosh, por është një nevojë shumë e thellë që kur unë respektohem, kur unë ndihem këtë vlerësim, kjo më bën që të ngrihem lart. Po, edhe të shpatullat çik me të gjëra. Edhe të marr atë rol që Zoti më ka dhënë, në fakt, në shtëpinë time. Por edhe ju gratë gjithashtu keni nevojë për respekt, mendoj. Po, unë ndihem e respektuar kur ti me falenderojnë për gjërat e vogla që unë bëj në shtëpi, për pastrimin, ndihem e vlerësuar kur ti edhe me ndihmon, po unë mendoj që gjëja më e madhe është që kur ti shkon edhe lan enet pa kërkuar. Kur ti e merr iniciativën vetë dhe shkoj edhe bëj gjë, sepse e kuptoj që ti ke dëshirë edhe të shërbej mua, por edhe ti me vlerëson, edhe kjo është një gjë fantastike. Do shta në një mënyrë, po, kam nevojë për respekt, por do shta kam edhe me shumë nevojë për ato vlerësimin, ose për dashurinë tënde. E vërtet, por to janë gjëra të thjeshta, kur ne kuptojmë që do shta Jurida, kur unë kuptoj që Jurida ti ke nevojë për dritë, ti ke nevojë për këtë vitaminë e respektit, si vitamina D, edhe që të thesari brenda teje të shkëlqej.
Kemi nevojë për më shumë dritë në jetën tona, edhe mund të kultivojmë një stil jete me respekt në shtëpinë tonë, respekti dhe vlerësimi. Por duhet praktikojmë edhe duhet të shprehim, jo vetëm të mendojmë këto gjëra. Po, shumë e vërtet. Mund të bëjmë, edhe është thjesht të fillojmë, edhe të vendosim që shiko, unë dua të tregoj respekt partnerit tim, e dashura e jetës sime, sepse ajo e meriton. Po. Edhe kur ajo është e respektuar, atëherë edhe unë filloj një cikël pozitiv. Kështu martëdhënia jonë bëhet më kuptim plot, më e kënaqshme, më e bukur, ku ne respektojmë njëri tjetrin. Po mendova një sfidë. Do shta sot ku je duke menduar, unë kam nevojë për respekt, me vërtet, edhe dua respekt në këto mënyrë. Do shta ti mund të fillosh vetë të praktikosh këto. Të tregosh respektin ashtu si ti e do për vete. Të jap shembull tjetrin, nëse tjetrin nuk e bën, atëherë filloje ti. Sepse mos prit për tjetrin. E vërtet. Po, rrugën është e hapur që ti mund të fillosh këto punë. Po. Shumë faleminderit. Kaq kemi për sot. Po. Vitamina e respektit. Nesër do të vim me një vitamin tjetër. Kështu na ndiqni nesër tek Mishet Thua. Mirupafshim. Pafshim. Për të parë çdo episod, mjafton të bëni subscribe në YouTube në kanalin Mishet Thua.